Shumë shpejt Shkodra do të ketë një lloj enciklopedie të sportit. Ai që ka ndërmarrë këtë nismë kaq të nevojshme është ish shefi i sportit në Shkodër, Dashamir Sherja, që prej muajsh ka nisur punën dhe pas pak kohësh pritet edhe botimi i saj. Më ka lindë ideja për evidentuar të gjithë sportistat e Shkodrës, që kanë dhënë kontributin e tyre në ekipin e parë të vllaznisë, të gjithë ekipeve, të gjithë sporteve. Nga 1913 kam filluar studimin deri në 2015. Kam arrit të evidentoj të gjithë pothuajse sportistat shumicën dieta e punë në një edhe mund të na ketë shpëtuar pa gjetë. Kam bërë thirrje qytetarëve që të na ndihmojnë. Besojmë se shumë shpejt do të përmirëhet. Sherja thot se gjatë punës për enciklopedinë e sportit në Shkodër ka asur vështirësi që kanë të bëjnë me rezultatet në periudha të ndryshme, por edhe me emrat e sportistëve në disiplina të ndryshme. Kjo pasi Sport Klub Vllaznia ka mungesë të theksuar informacioni. Vështirësia më e madhe ka qenë tek periudha që është marrë me sport, rezultatet. Parasysh se enciklopedia ka një farë bukurie kur të jetë e plotësuar me një rezultat, me një ndeshje të bukur, me një diçka, po puna është të gjesh materiale që edhe lexuesi të ketë një farë interesi të ta interesojë. Që Shkodra si klub vllaznia nuk ka asnjë, mungon shumë dokumentacioni. Gjeta në Shkodër 50 boksier. Shkova në Tiranë, gjeta 500. E kompletova. Pra ka mungesë dokumentacionit. Ish shefi i sportit jep disa detaje se si një ndeshje basketbolli 40 minutëshe është mbyllur me vetëm një kosh 2 pikësh, apo vitet 80 kur Shkodra kishte ekipin e skiatorëve në ver moshë të malësisë së madhe. Po ishte kampionati kombëtar i basketbollit, edhe një ndeshje, e gjitha ndeshja përfundoi 0-2. Një kosh u bë gjithë lojën, dhe shoh sot nivelin, krahasoj atë nivelin e basketbollit sot me atë as i bëhet fjalë. Ata kanë meritën e madhe se ishin të parët që dolën për me lujt, thynën tabut edhe bën edhe martesa me fenat ndryshme. Kemi pas ekip skish, Shkodra, në Vermosh, 82, 80, këto në këtë periudhë. Vjen nga Vermoshi, ai Marashi ka emrin, edhe më takon mund midis Shkodrës. Edhe më saktëson ekipin e skiatorëve. Janë ende në Vermosh, i kanë njerëzit, i kanë ky Marashi edhe të tjerët, kanë skit originale italiane. Ata kanë fillu me na mësu, thot ai, me rshit me ski, që ne rshitshim me govata, me... Enciklopedia sportit që po përgatit Dashamir Sherja është mjaft e rëndësishme për një qytet si Shkodra që sportin e ka jetik, me shumë ekipe ndër vite, rezultate të arritura, apo edhe figurat të ndritura të sportit që sot brezi i ri, jo vetëm se i ka harruar, por shumë prej tyre nuk i njeh as pak.